Veprimtari i njohur Halil Geci ka deklaruar se çdo tentativë e opozitës për të bojkotuar ose sabotuar zgjedhjen e presidentes së Republikës përbën bllokadë qëllimshme institucionale dhe shpërfillje të vullnetit qytetar. Sipas tij, bllokimi i institucioneve nuk është strategji politike, por një rrugë e sigurt drejt ndëshkimit elektoral. Geci theksoi se opozita duhet të zgjedhë tashmë mes përgjegjësisë shtetërore dhe skenarëve bllokues, duke paralajmëruar se zgjedhjet e reja mbeten një opsion i hapur në muajin mars ose prill. Ai shtoi se qytetarët nuk e shpërblejnë sabotimin institucional dhe se Republika e Kosovës nuk mund të ndalet nga bojkotet politike. Bojkoti nuk kalon, kur saboton zgjedhjen e presidentes përballet me ndëshkimin e votës qytetare. Ky është një mesazh për opozitën. Bllokada institucionale nuk është një strategji politike, është një rrugë e sigurt drejt ndëshkimit elektoral. Çdo tentativë e opozitës për të bojkotuar ose sabotuar zgjedhjen e presidentes së Republikës përbën bllokadën e qëllimshme institucionale dhe shpërfilljen flagrante të vullnetit të shumicës qytetare. Një veprim i tillë nuk është qëndrim politik legjitim, por akti i papërgjegjshëm ndaj rendit kushtetues dhe stabilitetit të shtetit. Opozita ka tashmë një zgjedhje të qartë, të sillet me përgjegjësi shtetërore ose të vazhdojë me skenar bllokues. Nëse zgjedh rrugën e dytë, zgjedhjet e reja janë opsion i hapur dhe plotësisht i gatshëm. Institucionet dhe qytetarët nuk do të mbeten peng i kalkulimeve të ngushta partijake. Zgjedhjet e fundit dhanë një mesazh të qartë dhe të padiskutueshëm. Qytetarët nuk e shpërblejnë bllokimin, as pazaret politike dhe sabotimin e institucioneve. Çdo përpjekje për të anashkaluar këtë realitet vetëm sa e thellon humbjen e besimit publik dhe e përshpejton dëshkimin politik. Nëse bojkotuesit mendojnë se mund të përsërisin skenarët e vjetër pa pasoja, po gabohen rënd. Ajo që nuk i gjeti në zgjedhjet e fundit do t'i përballë shumë më ashpër në zgjedhjet që vetë po i provokojnë përmes votës së lirë dhe verdiktit të prerë qytetar. Republika e Kosovës nuk dalet nga bllokadat politike. Presidentja nuk zvendësohet me bojkot dhe sovraniteti nuk negociohet me presion. Kur zgjedh sabotimin institucional, zgjedh vetë fundin e tij politik.